Sipas planifikimeve, materialet zgjedhore që janë vendosur në qendrat komunale të numërimit do të shpërndahen, si zakonisht në orët e hershme të mëngjesit të së dielës për në qendrat e votimit. Numri i tyre, pra që do të hapen më 7 qershor, është 949 qendra votimi, prej të cilave 911 për votim në rregull, megjithse 2498 vendvotime. Po ashtu, gjatë ditës së zgjedhjeve do të hapen edhe 38 qendra votimi me 52 vendvotime për të mundësuar votimin me kusht. Në kuadër të angazhimeve për administrim në rregull të procesit zgjedhor, KQZ do të funksionalizojë dhomën operative, e cila funksionon me pjesëmarrjen e zyrtarëve të KQZ-s, Prokurorisë së Shtetit dhe Policisë së Kosovës. Përmes këtij mekanizmi monitorohen zhvillimet gjatë ditës së votimit dhe sigurohet koordinimi institucional për trajtimin e çdo raportimi apo informacioni të pranuar në përputhje me përgjegjësitë e përcaktuara me ligj të secilit institucion. Ky lloj votimi mundësohet për votuesit të cilët janë regjistruar dhe kanë kërkuar këtë shërbim nga KQZ. Gjithashtu këtu përfshihen edhe votuesit e evidentuar përmes bashkëpunimit me institucione të ndryshme. Në përgjithësi, KQZ do të ofrojë këtë shërbim për 3144 qytetarët e Kosovës të regjistruar si votues me nevoja të veçanta. Në kategorinë e votuesve me nevoja të veçanta përfshihen qytetarët që s'mund të dalin nga shtëpitë e tyre për shkak të paaftësisë fizike e shëndetësore, pastaj pacientët në institucione shëndetësore, banorët e shtëpive të moshuarve dhe institucioneve të përkujdesjes sociale, pastaj persona që ndodhen në burgje dhe qendra paraburgimi, si dhe qytetarë që gjenden në arrest shtëpiak.